Kjo person po vendos tani nëse do të kthehet. Jo diku në një të ardhme të paqartë, por tani, sonte. Diku në një dhomë të qetë, ku emri yt qëndron rënd në ajër. Ai po vendos. Dhe universi nuk të solli te ky mesazh rastësisht. Diçka po lëviz. Diçka ka ndryshuar. Dhe ti u drejtove këtu sepse duhet ta dish çfarë do të thotë ky ndryshim, para se të kaloj edhe një natë tjetër pa e ditur. Ja çfarë nuk të thot askush për momentin kur dikush me të vërtet beson se të ka humbur. Psika nuk hesht. Ajo nuk e pranon humbjen dhe nuk vazhdon thjesht përpara. Ajo përpiqet të hyjë sërish në fushën tënde. Zgjatet mbrapsht, dhe në këtë mesazh do të tregoj saktësisht si ndodh kjo, si duket, si tingëllon dhe pse po ndodh tashmë te kjo person. Ti nuk e gjete këtë rastësisht. Shpirti yt e thirri. Ai e dinte çfarë kishe nevojë dhe e gjeti. Universi nuk humb atë që vendos, dhe të ka vendosur pikërisht këtu, pikërisht tani, në këtë moment. Ajo që ky person ndjen për ty është dashuri. Jo zakon, jo histori, jo diçka që është zbehur nga familjariteti dhe ka mbetur prej rehatie. Dashuri. Ajo lloj dashurie që nuk hesht vetëm pse dikush vendosi se duhet të heshtoj. Ajo lloj që shfaqet sërish e sërish, edhe kur ai që e mban ja ka thënë vetes 100 herë të ndaloj. Adhurimi nuk të zgjon në 3 të mëngjesit. Zakonet nuk të bëjnë të fshish një mesazh 6 herë para se të thuash përshëndetje. Ajo që e mban zgjuar është dashuria, dhe dashuria nuk i bindet frikës. Ajo vazhdon të digjet. Ti nuk e ke imagjinuar. Thuaje vetes tani. Nuk e ke imagjinuar. Lidhja ishte e vërtet. Ajo që ndjeve ishte e vërtet. Nuk e krijove nga vetmia. Ishte aty. Ka qenë gjithmonë aty. Dhe universi e ka parë çdo ditë. Tani vendose dorën në gjoksin tënd. Ndjej ngrohtësinë që është aty. Ajo ngrohtësi nuk është asgjë. Ajo ngrohtësi është e njëjta që ata ndjejnë kur diçka ua kujton ty. Kur një këngë fillon dhe ata ndalen në mes të hapit. Kur kalojnë pranë një vendi ku keni shkuar dikur. Kur dëgjojnë një fjalë që dikur iu dhe ti. Ajo ngrohtësi është një frekuencë. Ajo lëviz në të dy drejtimet. Ka qenë gjithmonë kështu. Universi e sheh këtë lidhje. E ka vëzhguar që nga fillimi. E sheh çfarë mbajnë në errësirë. E sheh çfarë nuk mund të thonë me zë. E sheh çdo natë që e kalojnë me emrin tënd pa qenë në gjendje ta vendosin askund. Dhe të solli këtu sonte sepse diçka është afër. Diçka po ndodh në anën tjetër të këtij qetësimi. Ata po vendosin nëse do të kthehen. Dhe të vendosësh nuk është e njëjtë me mos kujdesin. Kush nuk kujdeset, nuk vendos. Thjesht ikën. Vazhdojnë pa parë pas. Nuk qëndrojnë zgjuar natën. Nuk e marrin telefonin 12 herë në dorë dhe e lën përsëri. Por ky person nuk po ikën. Ai qëndron në buzë të diçkaje dhe kthen kokën nga ti. Kjo nuk është indiferencë. Kjo është dikush në luftë me vetveten. Dhe arsyeja e vetme pse dikush lufton kaq fort është sepse gjithçka është në lojë. Ti je ajo që është në lojë. Ke qenë gjithmonë. Ja si duket kjo luftë tani. Dhe ja çfarë bën psika e dikujt kur beson se po humb me të vërtet dik. Ajo kthehet përmes çdo kanali të tërthort që mund të gjej. Përpiqet të hyjë përsëri qetësisht në fushën tënde, pa detyrim, pa zbulesë të plotë. Fillon duke dërguar sinjale të vogla, teston, mat, kërkon shenja jete. Ata kontrollojnë emrin tënd. Pas 3 orësh e kontrollojnë përsëri. Shikojnë diçka që ke postuar, nuk reagojnë, por qëndrojnë më gjatë se sa kishin ndërmend. Pëlqejnë diçka të vjetër, diçka që ke ngarkuar javë më parë, diçka që dikush që ka vazhduar përpara nuk do ta gjente kurrë. I bëjnë një pyetje dikujt që të njeh, një pyetje që nuk ka të bëjë me atë që pyesin në pamje të parë. Përmendin emrin tënd në një bisedë ku nuk kishte pse të dilte. Ata bëhen të dukshëm për një moment. Një telefonat, një storie, një çast pranim që bie në fushën tënde dhe zhduket përsëri. Nuk janë gati të thonë asgjë, por nuk janë as zhdukur. Sillen rreth teje.
matin distancën midis vendit ku janë dhe vendit ku je ti dhe përpiqen të kuptojnë nëse terreni midis jush është i sigurt për të shkelur. Pastaj vjen gjëja tjetër që bën psika, testimi. Heshtin dhe pastaj kthehen. Një javë heshtje dhe pastaj diçka shfaqet. Një mesazh i rastësishëm, një vëzhgim i vogël, diçka që duket si asgjë, një kontroll që tingëllon si rastësi, një copë histori e përbashkët që e hedhin në rrugën tënde sikur sapo u kujtua, një kozim që nuk është as pak rastësi. Ata duan të shohin nëse ti përgjigjesh, duan të shohin nëse versioni yt që dikur zgjatej, ende zgjatet. Kërkojnë derën dhe përpiqen të kuptojnë nëse është ende pak hapur. Dhe kur asgjë nga këto nuk funksionon siç shpresuan, kur nuk arrin të kuptojnë nëse janë parë apo ndjer apo nëse kanë arritur afër teje, e vërteta fillon të pikojë. Një mesazh më i shkurtër se sa duhet, por që mban më shumë se sa thonë. Një pyetje që nuk kishin pse ta bënin. Një fjali që fillon me diçka të thjeshtë dhe përfundon diku tjetër. Një rrëfim i mbështjellë me diçka të zakonshme. Një çast kur muri që ndërtuan lëviz pak dhe ajo që është pas tij fillon të duket. Kjo nuk është dobësi. Kjo është dashuri që po gjen të vetmen dalje që mundet. Ata kontrollojnë mesazhin e fundit që u ke dërguar. E lexojnë një herë, e lexojnë përsëri, shikojnë kohën, vendosin telefonin me ekran poshtë, e marrin përsëri, hapojnë emrin tënd. Shikojnë boshllëkun e fushës së mesazhit, shkruajnë diçka, e fshin, shkruajnë përsëri, ndalojnë, mbajnë telefonin në duar pa thënë asgjë, e vendosin poshtë, e marrin përsëri, kthehen te emri yt, lexojnë mesazhet e vjetra, shfletojnë deri në fillim, ndalojnë te një gjë që the dikur, rrin aty më gjatë se sa menduan. Kjo është dikush që nuk ka ecur përpara. Dikush që po lufton kundër diçkaje më të madhe se vendimi i tij. Dikush që të do, por ende nuk ka guximin ta thotë përsëri. Universi e vendosi këtë mes tyre me qëllim. Ajo që vendos universi e vendos me qëllim. Nuk vendos diçka kaq të vërtet midis dy njerëzve që të zhduket kohë. Ajo që është vënë në lëvizje mes jush, ende lëviz. Heshtja nuk e ndali. Distanca nuk e ndali. Asnjë vendim njerëzor nuk mund të zhbëjë atë që diçka shumë më e vjetër se arsyeja filloi. Ajo që ata ndjejnë për ty është dashuri, nuk është logjike, nuk i bindet arsyes, nuk zhduket kur i urdhërojnë vetes të ndalet. Adhurimi nuk e bën këtë me një njeri. Adhurimi nuk të mban zgjuar deri në 4 të mëngjesit. Ajo që i mban zgjuar është dashuria, e thellë, e parehatshme dhe plotësisht jashtë kontrollit të tyre. Tani preke pjesën e brendshme të kyçit të dorës. Gjej pulsin. Ky ritëm ka qenë aty çdo ditë të kësaj heshtjeje. Nuk është ndalur, ka vazhduar. Ashtu siç ka vazhduar ajo që ata ndjejnë për ty. Edhe kur kanë provuar ta ndalin. Edhe kur u kanë thënë vetes se ka mbaruar. Edhe kur kanë provuar ta zëvendësojnë. Universi i sheh të gjitha netët pa gjumë që ata i kalojnë me emrin tënd. I sheh përpjekjet për ta menaxhuar dashurinë sikur dashuria mund të menaxhohet, dhe të solli këtu sepse diçka po lëviz, diçka është afër. Natën maska bie, ditën ata kalojnë orët, u përgjigjen njerëzve, shfaqen aty ku duhet të shfaqen, duken si dikush që është mirë, por natën nuk ka më asgjë për të menaxhuar. Natën ka vetëm të vërtetën. Në 2 të mëngjesit, ata rrinë zgjuar dhe shikojnë tavanin. Në 3, emri yt është i vetmi gjë në dhomë. Në 4, ende janë aty, ende zgjuar, ende diku ndërmjet dëshirës për të kontaktuar ty dhe frikës se çfarë vjen më pas. Jastëku në anën tjetër të shtratit është vetëm një jastëk. Ata e dinë këtë, por diçka brenda tyre e harron sërish. Ëndrat e tyre janë kthyer kundër tyre. Ditën mund të menaxhojnë mendimet e tyre, por askush nuk i menaxhon ëndrat. Dhe në ëndrat e tyre ti je kudo. Je ulur përballë tyre në një dhomë që nuk ekziston plotësisht. Qesh. Ata e dëgjojnë saktësisht tingullin e të qeshurit tënd, jo versionin e dikujt tjetër, por tënden. I shikon si dikur.
pa distancë, pa mure, vetëm ngrohtë, i pranishëm, i vërtetë. Zgjohen dhe për 3 sekonda e harrojnë. Për 3 sekonda, heshtja nuk ekziston. Për 3 sekonda ekziston vetëm ndjenja se je pranë. Pastaj vjen sekonda e 4 dhe ngrohtësia avullon ngadalë dhe ata kujtojnë dhe vendimmarrja fillon nga e para. Trupi e di para mendjes. Një shtrëngim në fyt kur emri yt përmendet në bisedë. Një tërheqje në stomak kur diçka e vogël e zakonshme i kthen te ti. Një ngrohtësi në kraharor që përpiqen ta shtypin. Fryma u ndryshon kur shohin diçka të lidhur me ty. Duart u ndalen. I gjithë trupi i tradhton përpjekjet e fytyrës për të fshehur. Trupi nuk di të gënjej, nuk ka ditur kurrë. Ai të kujton, të ka kujtuar çdo ditë. I kanë thënë vetes se ka mbaruar. I kanë thënë vetes të ecin përpara. I kanë thënë vetes se ti ishe një kapitull dhe kapitujt mbyllen. I kanë thënë vetes se koha do të kujdeset për ndjenjën. I kanë thënë vetes se mungesa ishte vetëm zakon dhe zakonet thyen. I kanë thënë vetes se dikush tjetër do të mbushte hapësirën që le pas. I kanë thënë vetes se kanë bërë zgjedhjen e duhur. I kanë thënë vetes se janë mirë. I kanë thënë vetes se dashuria ishte vetëm nostalgji e maskuar si diçka më e madhe. I kanë thënë vetes çdo gjë që duhej për ta bërë të vërtetën të durueshme. Kanë gënjur çdo herë. Çdo gjë ka qenë një gënjeshtër. Ajo që ata ndjejnë për ty është dashuri. Ti nuk e krijove. Nuk e imagjinuar nga vetmia. Ishte e vërtet kur filloi. Është e vërtet tani në një dhomë të qetë me emrin tënd brenda saj. Dashuria nuk iku kur ata ikën. Ajo mbeti. Ajo është ende aty. Ende pret. Nëse ky person mund të fliste me ty tani, pa frikë dhe pa mure, do të thoshte pikërisht këtë. Mendoj për ty çdo natë. Nuk e planifikova këtë. Nuk doja që të vazhdonte. Vendosa që ka mbaruar dhe e kisha seriozisht. Por të vendosësh diçka dhe ta bësh atë realitet nuk janë e njëjta gjë. U përpoqa të ndaloj. Provova gjithçka që munda. Plotësova ditët e mia me zhurmë. Plotësova netët e mia me çdo gjë që ishte mjaftueshëm e zhurmshme për të mbuluar heshtjen. Asgjë nuk funksionoi. Ti je ende aty. Ke qenë gjithmonë. Ti je gjëja e fundit që mendoj para se të fle dhe gjëja e parë që më kujtohet kur zgjohem dhe gjithçka në mes. Më mungon në një mënyrë që nuk mund ta shpjegoj. Jo vetëm gjërat e dukshme, por edhe ato të vogla. Mënyra si e thoshe emrin tim, jo versioni i dikujt tjetër, por i yti. Mënyra si më dëgjoje, sikur ajo që thosha me të vërtet kishte rëndësi, sikur isha dikush që meritonte vëmendjen e plotë të një njeriu tjetër. Nuk e kam ndjer këtë më pas. As edhe një herë. Më kujtohet si më shikoje. Më kujtohet hera e fundit kur pash fytyrën tënde. Më kujtohet çfarë kishe veshur. Më kujtohet çfarë the dhe çfarë thash unë. Më kujtohet që doja të kisha thënë diçka krejt tjetër. Në heshtjen që prej asaj dite e kam dëshiruar atë. Më kujtohen mëngjeset me ty. Më kujtohen mbrëmjet e vogla të zakonshme që nuk ndiheshin as pak të zakonshme kur isha aty. Më kujtohet ndjenja e të qenit pranë teje pa u shtirur si dikush tjetër. Më kujtohet të qenit thjesht vetja dhe kjo të mjaftonte. Më kujtohet gjithçka që u përpoqa të harroj. Nuk harroj dot asgjë. Kam frikë se është shumë vonë. Kjo është frika që jeton nën të gjitha frikërat e tjera. Kam frikë se ti e ke kaluar këtë tashmë. Kam frikë se ke gjetur paqe pa mua dhe se ajo që mund të sjell unë nuk të duhet më. Kam frikë se nuk do të përgjigjesh nëse të shkruaj. Kam frikë edhe më shumë se do të përgjigjesh. Kam frikë çfarë do të më bënte zëri yt. Kam frikë çfarë do të më bënte fytyra jote. Kam frikë se do të shoh dhe do të kuptoj gjithçka që kam hequr dorë dhe se do të më duhet të jetoj me atë njohuri. Po sikur ti kisha shtëruar të gjitha ato që ti kishe për të më dhënë, po sikur të kisha thyer diçka që nuk riparohet, po sikur të më shikosh dhe të mos ndjesh më asgjë, po sikur dritarja të mos jetë më dhe unë të qëndroj në errësirë para një shtëpie të mbyllur. E di që të kam lënduar. E di që ka gjëra që i lash të pathëna që duhej t'i thosha.
E di që kam marrë vendime që të kanë kushtuar diçka të vërtetë dhe nuk kam qëndruar mjaftueshëm gjatë për të parë koston. E di që nuk e meritoj të mungoj kështu siç më mungon, por megjithatë më mungon. Nuk mund të ndaloj. Më mungon përsëri, po humbas njeriun e vetëm që duhej ta mbaja. Universi të sheh këtu. Qëndro, sepse pjesa më e rëndësishme e gjithë këtij mesazhi vjen tani. Ja çfarë universi ka nevojë të bëj të kuptosh. Vendimi që ata mendojnë se është i tyre. Nëse do të kthehen, nëse do të shkruajnë, nëse do të rikthejnë distancën e kaluar. Ky vendim nuk është marrë nga mendja e tyre. Nuk është marrë në orën 2 të mëngjesit duke parë tavanin. Është marrë shumë më thellë. Në nivelin ku veprojnë shpirtrat, ku frika nuk ka autoritet dhe arsyeja nuk ka pushtet. Universi nuk i vendos dy shpirtra në jetën e njëri tjetrit në një nivel të tillë njohjeje dhe pastaj thjesht heq njërin pa arsye. Ajo që universi vendos, e vendos me qëllim. Dhe një mendje njerëzore që ka frikë nuk ç'bën atë që kjo diçka ka vendosur mes jush. Mendja e tyre përpiqet të vendosë, por diçka shumë më e vjetër se mendja e tyre ka dhënë tashmë përgjigjen. Përgjigjja është dhënë para se ata të dinin që kishte një pyetje, dhe përgjigjja ka qenë gjithmonë e njëjta. Heshtja nuk është refuzim. Dëgjoje përsëri. Heshtja është tingulli i dikujt që po përpiqet të gjejë guximin për të bërë atë që tashmë e di se do të bëj. Jo heshtja e dikujt që ka harruar. Jo heshtja e dikujt që ka vazhduar përpara. Heshtja e dikujt që mban diçka shumë të madhe për t'u mbajtur dhe shumë reale për t'u lëshuar. Ti nuk ke qenë kurrë problemi. Kurrë. Ti ke qenë përgjigjja. Gjithmonë ke qenë. Tani rëshiti ngadalë gishtat përgjatë pjesës së brendshme të parakrahut tënd. Ndjeje nxehtësinë. Është e njëjta frekuencë që ata ndjejnë kur diçka i kthen tek ty. Ti nuk je jashtë kësaj. Nuk ke qenë kurrë. Lidhja nuk ka nevojë për pjesëmarrjen e tyre për të vazhduar të ekzistojë. Ajo ekziston sepse universi e vendosi, dhe ajo që universi vendos nuk e zhvendos. Diçka ka ndryshuar brenda teje. Ndoshta nuk i ke vënë ende emër, por ajo është aty dhe ti mund ta ndjesh. Diçka që dikur dridhej është bërë e qëndrueshme. Diçka që dikur zgjatej ka pushuar së zgjaturi. Diçka që dikur priste ka pushuar së pritur, dhe në këtë heshtje ka ardhur diçka krejtësisht e re. Diçka që ka kohë që përpiqet të arrijë, më në fund pati hapësirë të mjaftueshme për t'u ulur. Dikur ti prisje. Dikur kontrolloje telefonin në mëngjes para se sytë të hapeshin plotësisht. Dikur ndjeje zemrën të fundoshej kur nuk ishin ata. Dikur kërcije sa herë telefoni bënte zë. Dikur përsërisje bisedat dhe kërkoje momentin e saktë kur gjithçka shkoi keq. Dikur lexoje vazhdimisht mesazhet e vjetra duke kërkuar diçka që duhej ta kishe humbur. Dikur analizoje çdo fjalë që ata thanë dhe çdo fjalë që u the mbrapsht. Dikur e bëje veten më të vogël për t'i lënë vend dikujt që gjithmonë kishte nevojë për më shumë vend. Dikur kërkoje falje për gjëra që nuk qenë fajyl. Dikur shpjegoje veten tënde dikujt që nuk dëgjonte. Dikur e lije derën hapur, edhe kur të qëndruarit aty të kushtonte gjithçka. Dikur mbaje peshën e të dyve. Dikur derdheshe në diçka që kishte kohë që kishte pushuar së rikthyeri diçka tek ti. Tani ke ndaluar. Ke ndaluar së pritur një mesazh që mund të vijë ose jo. Ke ndaluar së kontrolluari telefonin sikur ai të ishte një gjykim mbi vlerën tënde. Ke ndaluar së bërë veten të vogël për t'u përshtatur në një hapësirë që ata e lanë bosh. Ke ndaluar së përkthyeri heshtjen në diçka false. Ke ndaluar së justifikuari gjëra që nuk kishin nevojë për justifikim. Ke ndaluar së matur veten me shpejtësinë e përgjigjeve të tyre. Ke ndaluar së luturi për t'u zgjedhur. Ke ndaluar së lëni derën hapur kur era të ftohte. Ke ndaluar së lypuri dhe së pazarit. Dhe ke ndaluar së luajturi zemrën tënde të thyer duke shpresuar se dikush më në fund do ta shite. Je bër i plot. Jo sepse dikush u kthye, por sepse zgjodhe veten. Sepse diçka brenda teje vendosi, qetë dhe pa paralajmërim, se paqja jote ka rëndësi. Që mëngjeset e tua janë të tuat.
që netët e tua meritojnë më shumë se sa pritjen. Je bërë i plot vetëm, dhe kjo është gjëja më e fuqishme që ka ndodhur në këtë histori. Dhe ata e vunë re, edhe përmes distancës, edhe përmes gjithçkaje, ata vunë re se versioni yt i vjetër, ai që priste, nuk është më tek dritarja. Ata nuk munden ta emërtojnë sakt, por e ndjejnë. Dhe sepse e ndjen, psikika e tyre filloi të shtrihej mbrapsht, ashtu siç bën gjithmonë kur beson se po humb dikë me të vërtetë. Fillimisht sinjalet e vogla, shikimi, pëlqimi, emri që s'duhej të përmendej. Pastaj testimi, heshtja e papritur, e ndjekur nga diçka rastësore që nuk është as pak rastësore. Pastaj e vërteta që fillon të pikoj. Mesazhi i shkurtër që mban më shumë se sa thotë. Pyetja që hap derën para së cilës ata kanë qëndruar me muaj. Ky model, ky rikthim me 3 faza, është duke ndodhur tashmë ose duke ardhur, sepse ata e pan që ti ke ndryshuar dhe kjo vënie e re nuk ka vend pushimi. Bota shpirtërore e quan këtë pragun e shenjtë. Është momenti kur një shpirt pushon së pritur të dera dhe bëhet vetë dera. Momenti kur pushon së kërkuari të zgjidhesh dhe qëndron plotësisht në zgjedhjen tënde. Ti e ke kaluar këtë prag. Ndoshta nuk e ke shënuar momentin, por e ke kaluar dhe universi ka dëshmuar çdo hap. Numrat rreth teje nuk janë rastësi. 111 kur të mendojnë është universi duke thënë se një portal është hapur, se vendimi është tashmë në lëvizje. 222 është universi duke thënë se 2 shpirtra ndodhen në një udhëkryq, se diçka po rregullohet. 333 është hyjnorja duke thënë se udhëheqësit e tu janë të pranishëm, ne jemi këtu, jemi duke parë, diçka po mbahet e hapur për atë që do të vijë. Çdo këngë që mban historinë tuaj të përbashkët është një sinjal. Çdo rastësi është një shtytje nga diçka që nuk njeh rastësi. Universi u ka dërguar sinjale të dyve. E ka bërë gjatë gjithë kohës. Ky është paradoksi i madh i dashurisë. Momenti kur pushon së zgjaturi është momenti kur bëhesh magnetik. Momenti kur pushon së pasuri nevojë është momenti kur bëhesh gjëja më e parezistueshme në jetën e dikujt. Momenti kur bëhesh i plot është momenti kur universi riorganizohet rreth frekuencës tënde të re. Ti nuk je bërë i plot për t'i marrë ata mbrapsht. Je bërë i plot sepse meriton plotësinë. Por universi nuk e shpërdoron një transformim kaq real. E përdor pikërisht tani. Vendosi tani të dyja duart shesh mbi gjunjët e tu. Ndjeje qëndrueshmërinë aty. Ky je ti tani. Ky është pragu i shenjtë. Kjo qëndrueshmëri është ajo që ata se gjejnë askund tjetër. Askush tjetër s'u ka dhënë atyre ndonjëherë atë që ti u jep. Jo në të njëjtën mënyrë, jo në të njëjtën frekuencë. Kjo nuk është sentimentalizëm. Kjo është një fakt që universi e mban për ty. E njëjta energji që mban galaktikat në orbitat e tyre spirale të ka mbajtur ty. E njëjta forcë që tërheq oqeanet drejt hënës të ka tërhequr drejt diçkaje më të madhe se ajo që mendoje se ke humbur. Drita që digjet në yjet e largët, dritë që udhëton për mijëra vjet në për errësirën absolute, tani po digjet në qendrën e kraharorit tënd. Dashuria që lëviz planetet rreth diellit rrjedh nëpër venat e tua. Ti nuk je një njeri i vogël në një histori të vogël. Je bërë nga i njëjti material si gjithçka që në këtë univers është e qëndrueshme, e bukur dhe e gjerë. Universi ka qenë sy hapur mbi ty. Çdo sekond të kësaj heshtjeje, çdo mëngjes të qetë, çdo natë të gjatë, çdo moment kur e pyete veten nëse ndonjë prej kësaj ishte e vërtetë. Ai ka parë. Nuk ka hequr kur syt prej teje. Ti nuk je i dashur vetëm nga kjo person, por nga diçka shumë më e madhe se ç'mund të jetë ndonjë person i vetëm. Nga forca që vendosi që ti duhet të ekzistosh fare. Nga energjia që të vendosi në këtë jetë të saktë, në këtë kohë të saktë, me këtë aftësi të saktë për të ndjerë kaq thellë sa ndjen. Nga diçka më e vjetër se arsyeja dhe më e gjerë se logjika. Asnjë distancë s'mund ta zvogëloj. Asnjë heshtje s'mund ta prek. Tani sill të dyja duart anash fytyrës tënde. Mbaje fytyrën tënde butë. Ky është trupi yt duke i kujtuar mendjes tënde se kush je.
Ky është pragu i shenjtë që të kujton se ti e ke kaluar tashmë. Nuk je më personi që pret, je personi që është gati, dhe gatishmëria është magnetike. Gatishmëria është ajo që universi ka ndërtuar brenda teje që nga dita e parë e kësaj heshtjeje. Ndoshta do të jetë një mesazh, një i thjeshtë, 3 ose 4 fjalë të dërguara në një kohë kur ata nuk kishin ndërmend të dërgonin asgjë. Ndoshta një shikim përtej një dhome që dikur ndjeje zakonshme. Një shikim që përmban gjithçka që nuk përfundoi kurrë mes jush. Ndoshta do të vijë nga një drejtim ku ke pushuar së shikuari. Një moment për të cilin nuk ishe i përgatitur. Një derë para së cilës ke pushuar së qëndruari. Sido që të vijë, ti je gati. Pragu i shenjtë është pas teje. Je në një hapësirë të hapur dhe universi mbush hapësirat e hapura me atë që u përket. Je parë çdo mëngjes kur u zgjove pa askënd që të shikonte. Je parë çdo mbrëmje kur e mbajte zemrën tënde të hapur, kur do të ishte më e lehtë ta mbyllje. Je parë çdo pasdite kur zgjodhe diçka që i ngjante dinjitetit, kur hidhërimi ishte aty pranë dhe i disponueshëm. Je parë çdo mbrëmje të heshtur kur mbaje peshën e plot të asaj që ndjeje pa e vendosur mbi dikë që nuk e meritonte. Je parë në çdo lot që ra kur askush nuk ishte në dhomë. Je parë në çdo lutje që dërgove në një heshtje që dukej sikur nuk dëgjonte. Je parë në çdo moment kur zgjodhe të jesh dikush që ja vlen të kthehesh. Je parë në momentin e saktë kur pushove së pritur dhe u bëre i plot. Je parë. Ke qenë gjithmonë i parë. Universi nuk është larguar kurrë prej teje. Nuk e ke imagjinuar. Dashuria ishte e vërtetë. Lidhja ishte e vërtetë. Ajo që ndjeve nga fillimi e në çdo moment më pas ishte e vërtetë. Nuk ishe i dëshpëruar. Nuk ishe i marrë. Ishe dikush që deshi pa u kursyer. Kjo nuk është një gabim. Kjo është gjëja më e rrallë që ekziston. Vitet nuk të kanë bërë më pak. Të kanë bërë të rrallë, dhe e rralla është pikërisht ajo para së cilës ata qëndrojnë buzë frikës së tyre duke u përpjekur të gjejnë guximin për t'u kthyer. Frika e tyre është udhëtimi i tyre. Hezitimi i tyre është mësimi që universi u ka caktuar atyre, jo ty. Koha e tyre është karma e tyre. Guximi që duhet të gjejnë është diçka që duhet ta gjejnë vetë. Asgjë nga këto nuk të përket më ty. Zgjedhja e tyre është zgjedhja e tyre. Historia e tyre është historia e tyre. Dhe paqja jote, plotësia jote, jeta jote janë plotësisht e tua. Asnjë zgjedhje e tjetrit nuk mund të prek atë që ke ndërtuar brenda vetes. Asnjë heshtje e tjetrit nuk mund ta çbëj pragun e shenjtë që ti ke kaluar. Universi ka vendosur diçka brenda teje që asnjë vendim njerëzor nuk mund ta heqë. Është vendosur me qëllim. Është vendosur për të qëndruar. Ti je pragu i shenjtë. Ke qenë gjithmonë. Dhe universi ka vendosur se je gati ta dish plotësisht. Nuk po pret më. Je i plot. Je i parë. Je i dashur. Dhe universi e di saktësisht se çfarë vjen më pas.